Fshati Leshnic, një ndër zonat më të njohura për vreshtarinë dhe pemtarinë në qarkun e Korçës, po kalon një periudhë të vështirë për shkak të mungesës së tregut dhe rënies së çmimeve të prodhimit. Rreth 70% e banorëve të fshatit merren me kultivimin e rrushit, por këtë vit prodhimi ka mbetur stok. Fshati Leshnic është nga fshatrat që ka më shumë vreshtari dhe pemtari, por për momentin jemi në vreshtëria. Kështu që gjysma e fshatit, ose më shumë se gjysma, mund themi edhe rreth 70% banorët merren me rushin. Por nga vitet e tjera, ky vit ka qenë më problemesh për banorët se nuk kanë tregshitje. Pjesa dërmuese po e marrin dhe po e shtin për vete, domethënë verë, raki. Tregu, sidomos, na ka fiksuar, domethënë na i la prodhimin këtu. S'ka treg, s'kemi ku shkojmë. Punojmë gjithë vitin, heqim punës sa me të mund, me ilaçe, me plera, me të gjitha, kur vjen puna tash ngelemi këtu stok. Neve punojmë gjithë vitin dhe nuk kemi siguri, nuk na shitet asgjë. Nuk na shitur, vitet e para na shitur. Me çmim të ulët po është shitur. Po bën këto vitet e fundit nuk është shitur, sidomos 3 vitet e fundit asnjë kile nuk kemi shitur ne si familje. Vitet e fundit situata është përkeqësuar ndjeshëm, pasi në tregjet lokale si e Hipogradecit po dominojnë produktet e importuara nga jashtë vendit, kryesisht nga Maqedonia dhe Greqia. Kjo ndodh me sa shkojmë neve, ndoshta edhe mund të jenë faktorë të ndryshëm, por gjithsesi po të shkosh në tregun Hipogradec, ke rush nga Maqedonia, ke rush nga Greqia, ke rush nga nuk e di, do të thënë nga jashtë kufirit. Ndoshta edhe njerëzia sa vjen dhe largohen. Kështu që po spati njerëz s'ka kush e konsumon. Pse nëse po të vesh në Hipogradec në tregu i lirë, atje gjen me shumicë rrush të huaj. Thonë gjoja nga Berati, pa ata më shumë rrezik se mos vit nga Greqia dhe rrush, siç ka dalë nga kontrollet me pesticide. Ndërsa rushi jonë është bio, edhe nuk parapëlqejet. Se po ndodh, vjen nga jashtë. Është futur rush, thon, nga Maqedonia, nga Greqia, vin nga rrethet e tjera, shteti këtë të siguroj, të shitet një prodhim i fshatarit, pastaj të fut nga të doj, po të mos plotësohet tregu. Shumë prej fermerëve u ka mbetur sasi e madhe rakie dhe vere të pashitura nga vitet e kaluara, gjë që e thellon më tej krizën ekonomike. Akoma kanë verën dhe rakin të pashitur të viteve të shkuara. Kështu që problemi është tregu. Shteti duhet të shigojë më shumë bujqësinë se sa industrinë. Se edhe industria pa bujqësinë, do të thënë janë të dyja të lidhura bashkë, që të funksionojnë, kjo do të jetë më e mira. Po pak se 500 s'ke kohë se dalin edhe ato. Detyre pastaj shesin vetë. Ne kemi stok atje mbi 2 kintal raki të mbetur stok. Që kemi shën bidona të vish në shpiton, janë bidonat plot me raki me verë. Edhe rakia e vera nuk shkon. Nuk shitet. Banorët e Leshnicës kërkojnë më shumë vëmendje nga institucionet shtetërore për bujqësinë. Sipas tyre është e domosdoshme që të sigurohet treg për prodhimin vendas, para se të lejohet importi produkteve të huaja. Vetëm në qarkun e Korçës janë rreth 1119 hektar vresht, por fermerët po shikojnë mundësinë e prerjes së vreshtave.